Atmosfera në shtëpinë e Big Brother Kosova ishte e rëndë, e ngarkuar, si para një stuhje që nuk dihet nga cili drejtim do të shpërthej. Të gjithë ishin të pranishëm, por askush nuk guxonte të fliste. Derisa Olta, me atë qetësinë që shpesh paralajmëron për plasje të forta, u ngrit dhe ja përplasi fjalët drejtë në sy Dolces. Ti e ke puthur, tha Olta prerë, pa ngritur zërin, por me një ton që nuk linte vend për shmangje, pa bërë 24 orë. As një ditë e plotë. Kaq shpejt? Dolce u përpoq të buzëqeshte, por buzëqeshja i mbeti në gjysmë. Ajo u mbrojt instinktivisht, unë nuk putha një njeri që e ndjej. Ishte moment. Olta nuk u tërhoq. Moment? Ja ktheu ajo. Momentet tregojnë më shumë se fjalët. Dhe ky moment flet shumë. Në atë çast, Leonora nuk duroi më. Ajo u përfshi në bisedë me një ironi të hidhur. Dolce, ti je me limit si tenxherja ka pakun. Njëri i shpejt, tjetra pa frena. Përputheni në nxitim. Fjalët ranë rënë. Dolce lëvizi në vend, por heshti. Olta vazhdoi, tani më e drejt për drejt, më femërore në ton, por edhe më e ashpër në mesazh, ti je femër. A nuk ke pak dhimbshuri? Pak empati për një vajzë tjetër? Edhe sikur ndjenjat e saj të jenë të rrejshme, edhe sikur të jenë të egzageruara, prap janë ndjenja. Ajo bëri një pauzë të shkurtër, duke e parë drejtë në sy. Ti je e nxituar. Shumë. Nuk po flet zemra jote, po flet impulsi. Dhe impulsi, kur nuk ka empati, lëndon. Leonora tunte kokën në shenjë miratimi, ti kap meshkuj më shpejt aty brenda se sa mua më zë gjumi. Dhe kjo nuk është kompliment, Dolce. Është alarm. Në shtëpi ra një heshtje e rënë. Disa ulën syt. Disa të tjerë shikonin Dolcen duke pritur reagimin e saj. Por Olta nuk kishte mbaruar. Unë nuk po të gjykoj si femër që puth, tha ajo. Po të flas si femër që duhet të di kur të ndalet. Ka kohë për afrim, ka kohë për respekt. Dhe ti nuk e respektove kohën. Dolce u përpoq të fliste, unë jam e lirë, liria pa ndjeshmëri, ja preu Olta. Është thjesht egoizëm i maskuar. Dhe kjo lojë nuk fal egoizmin. Leonora shtoi, ti nuk je duke jetuar historinë tënde, po duke hyrë në historinë e dikujt tjetër pa u fshirë këmbët të dera. Dhe kjo është mungesë empatie. Dolce u ndje e rrethuar. Për herë të parë, nuk ishte ajo që kontrollonte ritmin. Ajo u ul, syt i lëviznin shpejt, mendja i punonte fort. Brenda saj, ndoshta për herë të parë, po lindte dyshimi. Olta e mbylli me një fjali që mbeti pezull në ajër, ne jemi këtu për lojë, po nuk jemi këtu për të shkelur mbi ndjenja. Sidomos kur vjen nga një femër te një tjetër femër. Kjo është vija që nuk duhet kaluar. Heshtja që pasoi ishte më e fortë se çdo britm. Dolce nuk foli më. Leonora u kthye në vendin e saj. Olta u ul ngadalë, e qetë, sikur ta kishte thënë atë që duhej thënë, dhe në atë moment u kuptua diçka e madhe në atë shtëpi, nuk ishin puthjet që po gjykoheshin.